Allahu është mbi krijesat e veta. Me qenjën e tij është mbi arsh. Ha. Dhe nuk ka diçka që ekziston vetëm se Allahu i ringat. Si kuptohet kjo për Zotin vëllezër? Allahu xhelal nuk është si asnjë. Është mbi arshin e tij, afër çdo sendi. Apo, andaj kur janë pyet disa prej ulemave të selefit, të brezave të parë, ka thonë si e njeh Allahu xhelal, si e njeh Allahu xhelal, ka thonë me lutje. Ka thonë si, ka thonë unë e konkretizoj lutjen ai ma çon çështën që i kum lip. Kjo është që për njohës Allahu xhelal. Për shembull, ti thu o Zot, për shembull, ma ço një lutje që ti e lip. Ma çon një evlat, ta çon. Kush e përzit? Kush e përzit? Supozon robi se pasi është hapësirë e madhe, a thumnin, apo, andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam ditë për ditëve, sahabët ishin në ekspedit, duke hec. Dhe e keni pa kur je me kali, me kuaj, apo, dje një lloj entuziazmi i lartë, dhe fillun me madhru Allahun, mirë po, fillun me ngrit zanat. Allahu Ekber, edhe, apo, fillun me ngrit zanat. Pejgamberi sa më tha, ju atë shurdheni të thira? Allahu është më afër për juve se sa njani prej juve në kafshën e vet që e ka për qafe. Kafshën njëri e ka për qafe. Dhe ka afër apo? Pejgamberi më ka thonë, ju s'ni të thini çurt. Hapësira e madhe dhe zot. Hapësira e madhe se ban që Allahu xhelaluhu me mungu. Madje Sheikhul Islam Ibn Taymiyah thot, Allahu xhelaluhu zakonshëm duave i përgjigjet që bëhen me zot ult. Argument, ka thonë se Allahu gjitha thot në Kur'an, thirrë në Allahun heshtër. Mos e që zonin. Pse? Sepse ti kur e qonë si kur i thu, a i tumnije. A kur fol ka dale, a i thot, Allahu atëher ka dëshirë me ta plëcu, pse? Të kumni kur ke përshpërit. Andaj lutu me përshpëritje. Lutu me përshpëritje. Andaj Ebu Hurajra radiallahu anhu e përcjelte namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shpeshherë pejgamberi sa kur më të bir Allahu Akbar para se me nis Fatihan i thonë disa lutje sa na kanë ardhur transmetime sigur për shembull subhanakallahumma wa bihamdik apo disa për lutje që i ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasalam naqini min al-dhunubi wal khataaya. Ebu Hurajra në ditëve ja pa lëvizjen e mjekës apo njëri pi provat lëviz edhe i shkoi një ditë nga tha ja rasulullah na ti para se me lexu Fatihan thuthat edhe diçka. Shiko, tha ti para se me lexu, se Fatiha më ka nisë, alhamdulillahi, rabbil alamin. Tha po para Fatihas, tha ti thu diçka ja Rasulullah. Tha po Ebu Hurajra, a se të kalzë. Tham çështo i bëj çto lutje. Pse i ka bëu ashtu heshturazi? Allahu e don lutjen heshturazi. Allahu kur i përmend pejgamberin vëzër në Kur'an, lexoni mundoni me gjet lutjet e pejgamberit në Kur'an e keni përmendur në ligjërat si janë lut pejgamber. Para se me përmend Allahu çdo lutje e ka përmend na lut ke ka dale heshturazi. Apo keni pa dëna amin, o ti s'ke të vërtet. Ke ba? S'ke të vërtet. Pse vërtet? Ti jam mendon se kur vërtet, ai tash pasi vërtet e vallon, jo Allah, sa ma ka dal Allahu i përgjigj. Lutjo Allahu, Allah e do zemrën, aty e abzonin. Apo Allah e do zemrën, aty ti avanzonin. Apo andaj çka thot Ibn Qayyim el-Juzeyy. Allahu është afër çdo sendit. Allahu xhelal është afër çdo sendit. Hapësira e lartë nuk e bën mos pranishëm Allahu xhelal. Aja manga cezaniot, manga se ideja jote që do të vimë edhe pse koha na ka përfunduar. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy. Allahu xhelal xhelaluhu qëndron mbi arshin e tina dhe nuk ka diçka që është më afër vetvetes se sa Allahu te bareke ve teala. Çka thot? فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه وكل شيء في قبضته وليس في قبضة نفسه فهذا قرب الإحاطة العامة. دجنا كيف بقى؟ طيب من قيم الجوزية. الله وش ما آفر جدو سندت سيسا سندي ما بدفيتن. إكاد جد برفشي الله جل جلاله جدو سند. أصني سن nuk mohat vetvet këti maj. Gjëra që ka ekzistojnë vëzër, s'mahan vetë, Allahu i ma. A më është me paramendu sa janë ato të varfra për këtë emër të Allahu të bare kjo të pse? Se ato me këtë emër rinë. Apo? Ato me këtë emër rinë. Zemra vëzër. Ku i merë dirigjimet? Që ti me punuën. Ti flet 8 orë, dikush flet 20 orë, apo? Që isha bota 7 ditë. Kush i merë dirigjimet e zemrës?
A i thuti e kada shtashe punotash, që që drejton sahatin, apo? A ju ka ndodhë dhe zërë ti me të nalë bateria dit edhe se ke pa? Ndodhë. Shumë se në ndodhë, po kjo mu pa aprishe 5 dit. A mund është me para me ndodhë në univers diçka për anë e Zotit, po s'do të kur, hasha. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, as një sen nuk mahet vetë. Kjo është gjithë përfshirja e Zotit. A kuptove çka është batin? Ma për si gjëseni. Ti haron, a i s'haron. Ti haron, a i s'haron. Ti gjërat e tua, që ti me rajon, apo? Sa njëri vëzër e ka senin dorë dhe e lip. Edhe pasaj thot, e pse Zoti, a je normal, a je në veti që ka folti? Që ti del, që tu në gjami, mu pa më përzi kundrat, mi pa vjetë dikush, jas ti ka vjetë, që pak ma poshtë. Apo, shë ju ka ndodhë njëzë, vetë, apo, ku janë këpucët e mija, qohën pesh, po qeko janë, që, si s'di po, pak ma në thonë, ka da si pa më shef. Dhe pastaj del që ti ma vonë, ma në thonë, thot, ha, s'din kur gjo këto. I kundat e tua së një gjenë. Kundat e tua së një gjenë. E pasaj thua, mos e shtrëngoj qatë shumë se, qka mos me shtrënguje, për Allahun gjeleli të fola. A që në më dhëmë për me folë për Allahun të pare kjo e tjallë, zë. E burera dhe zë, kur folë të për Allahun gjeleli, u bitë të fikt. Të fikt të bike. Thonë të ka thonë për nga mberi së sellem, u alivanuste. E binin ujin, u këthjalte, vazhdonte. Ka thonë për nga mberi së sellem, se, po kjo në fe. Kjo në fe dhe zë, nuk ma i garë. Dhe së njëri përshimë, këpus të vetë, asë dimi lidhë, folë për Zotin Gjellë Gjellale. Allah i kështu, Islam i kështu. Ku e mosove ti? Kush ta këdha ti ke drejt? Apo? Andaj dhe zërë thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, asë një sen nuk rri vetë. Krejti mbanë Allahu te bareke, wa ta'ala. Kjo është ajo që ne ka përmendë dietarët në këtë kontekst.